Mirë se vini në Star Servin Hope, apo yjet japin shpresë. Sot misioni toni bashkohet një nga aktorët më të dashur për publikun shqiptar, i cili me humorin e tij arriti në çdo familje ta kthej buzëqeshjen dhe të bëjë hare në çdo familje shqiptare. Por mbi të gjitha, ai shquhet për humanizmin e tij dhe duke qëndruar gjithmonë pranë atyre që kanë nevojë. Një djalë jashtëzakonshëm. Faleminderit që i bashkohesh misionit ton Krishnik Ibrahimi apo Tigri i Deçanit. Arnora, përshëndetje. Mirë se gjeta. Faleminderit për ftesën, në radhë fort faleminderit. Arnora, kënaqësi shumë e veçantë as më tepër në një emision të tillë që ka si synim ndihmën dhe t'ju gjendet afër njerëzve. Shumë faleminderit dhe kënaqësi e madhe që gjendem me ty. Kënaqësia është edhe jona dhe kur e përmenda që ke arrit me sjell buzëqeshje në çdo familje, me sjell hare, mirë po dua ta ceko që për te buzëqeshjes tuaj rrugtimi yt nuk ka qenë edhe i lehtë. Është shumë e vërtet. Unë ndoshta i përkas një familje të tillë siç i trajton ti në emisionin tonë. Vi nga një familje e varfër, mund të them, i mbetur jetim qysh në moshën e re, dhe më thonë qysh në moshën 9 vjeçare, sepse babin e kom humbur luftë, e kom dëshmor, dhe sigurisht nuk ka qenë e lehtë për një djalë duke gjinit për një zonë rurale me një ëndër shumë të madhe për më bo aktor, duke qenë kushte të tilla, në kushte besoj edhe i varfër duke qenë, duke pas një familje modeste, kur them me të ardhura modeste, një nanë që ka rrit 6 jetima, edhe sigurisht që nuk ka qenë e vështirë, por gjitha ajo dhimbje që ndoshta kam kalu në jetën time, është kthy gjithmonë mrena humorit tim dhe jam mundu pastaj që përmes humorit tim edhe vujtjes time që kam pas ndoshta brenda me rikthyn humor edhe me rikthyn komedi. E ceket që baba jot ka qenë edhe dëshmor dhe fal tyre ne sa të gëzojmë lirinë. Mirë po, ne si shqiptarë sa të gëzojmë lirinë, por që jeta juaj ka qenë e vështirë. Si ka qenë momenti kur e kuptove që nuk e keni më prindin? Ka qenë një moment. Për te krenarisë që ka qenë një moment Tiranë, ne ishim në atë kohë, ishim Shqipëri, refugjat si krejt Kosova. Ka qenë moment kur jemi kthy nga Shqipëria, ne nuk dinim për babin, më kujtohet bashkë me nanën edhe vëllezërit dhe motrat. Kena qëndru në Kamëz, në Shqipëri një pjesë, një muaj kena qëndru në atë kohë në Letaj të Hasit në Shqipëri, pastaj një muaj në Tobel të Kukësit, pastaj një muaj tjetër shku në Kamëz, na strehoi një familje atje. Madje duhet ta falenderoj edhe besoj që na gjithë shqiptarët e Kosovës ju detyrohemi Shqipërisë një falënderim që në ato momente më të vështira na kanë gjendë. Në atë kohë Gzim Disha ka qenë një familje që na ka strehu edhe na ka ushqy. Edhe kujtoj që me vllavin deqeshim që po vjen dikush prej Kosovës edhe çdo ditë delshim te rruga, të prit mos po e shohim babën, po për fat keq asnjëherë nuk erdhi. Edhe pastaj kur u kthym në Kosovë, më mend zbritëm në Gjakov, kur zbritëm aty lajmi i parë ishte që babin e juaj e kanë pushkatu edhe nuk dihet se ku është. Ka qenë diku 6 vjet i zhdukën, pastaj babi im është gjetë eshtrat e tij në gjetë në lumin Danub, tek rasti i frigoriferit ku janë gjetë bashkë me 27 viktima tjera kufoma, edhe në bazë të analizave të ADN-s pastaj është kuptuar që njeriu që po kërkojnë është babi jam dhe është varros në fshatin Shqipun, domethënë ish Javllanic me nderime ushtarake. Ka qenë një moment që është ai momenti kur të rënohet krejt bota. Po një të në kohë ka qenë edhe shlirim për neve, sepse kanë qenë dikon 5-6 vite që ne kena majtë shpresë se mos një ditë ndoshta po e gjejmë, mos një ditë është gjallë. Edhe sigurisht është lajm i rëndë, nuk ja uroj kërkuj që ta hub babain, nuk ja uroj kërkuj që të ketë fatin tim ose të vëllezërve dhe të motrat mia. Normalisht ka qenë një prej momente më të vështira të jetës time, më thonë. Ndjes pas, unë besoj që ai sot do të ishte krenar me këtë arritjen tënde, mirë, po për mbi të gjitha për atë djalin që me kam tokë dhe Dora Dashuri, ku i? Besoj që po, jam mundu gjithë jetën me pas një rrugtim të shëndosh, me pas një rrugtim artistik shëndosh, jam mundu gjithë jetën, si tush, ndoshta edhe një pjesë ti, sepse edhe ai ka qenë artist,
ka qenë violinist, ka qenë mësues 27 vite, ka dhënë mësim, po mbi gjitha ka qenë një bohem, ka qenë një artist, ju ka rrotë gjitha instrumenteve muzikore, madje në kohët e para kur ka qenë në rinin e vet, ai ka qenë pjesë e shoqërisë muzikore Hajdar Dushin atë kohë, bashkë me Resmi Ekiden e me shumë artistë asaj kohës edhe zonës, kështu që mendoj që është një pjesë e tij jeton brenda meje dhe është një pjesë e shpirtit tij që unë mundona ndoshta edhe ëndrat e tij, edhe ëndrat e tij që ndoshta nuk i ka realizu babi, mi i realizu unë. Kthehem pak tek karriera jote. Kur ka qenë momenti që e kuptove që do të bëhesh aktor, do të hysh më shumë ndoshta në komedi? Një gam, nëse thot dikush avdin kur vjen momenti, atë moment nuk e din asnjëherë. Sigurisht talentin tim e kam shfaq qysh i vogël, sepse që në ato momentet kur je fëmijë, atë kupton për shembull kush është dëshira jote, kupton ku e sheh veten më tepër. Unë kam gjithmonë një djalë që kam ndru qysh me him rana televizorit dhe qysh me dal mas televizorit, dhe më kujtohet në atë kohë kishim të vëshën sikur në atë gjithë, në atë kohë shifja shfaqjet e Akademisë të Arteve për shembull që bëjnë në Tiranë, ose teatrot ose filmat e vjetër shqiptare, dhe gjithmonë e kam pas ëndër si tush të bëhem edhe unë pjesë e asajna. E pastaj rrugtimi jam si tush profesionist ka fillu në vitin 2006, domethënë vitin tjetër bon plot 20 vjet rrugtim artistik profesional flas në skenë. Sigurisht kam fillu me prodhme të panë atë kohë në 2006. Pastaj kam vazhduar në vitin 2008 rrugtimin tim në Shqipëri, ku kam filluar në Portokalli dhe në Top Channel. Mandej fillova studimet në Shqipëri për aktor, pikërisht në atë akademinë që unë kam pas ëndër dikur, dhe kryeva studimet 3 vjeçarin, pastaj kam kryer edhe magjistraturën në Tiranë për aktor, edhe kështu pastaj ka vazhduar krejtja. Po nuk mundesh Arnora kur me ditë që aty që ky është momenti kur ti ka më të thjesht. Edhe ata njerëz që kanë talent, po edhe ata njerëz që duhen më marrë me këtë punë, thjesht duhet me vazhdu me bo punën e tyne, edhe ëndrat edhe gjithçka realizohet, veç kur është një moment, vjen një moment je që shto para kamerës, sikur na sot, edhe e kupton që ti je rrugës drejt asaj çka ki pas dëshirë dhe ëndër. Unë gjithë jetën veç që to kam ndru me bo, nuk është që kam pas në ëndër në herë tjetër, por gjithmonë ka qenë dëshira jam të jem para në skenë ose të jem para kamerës. Gjithmonë ka qenë kjo e vetmja dëshirë që kam pas. Kur kthehesh ndër vite dhe sheh veten ndoshta e përmendë vetë prallëve të panë në Portokalli, duke qenë pjesë misioneve më të shikueshme në gjitha kohërat që dihet prallëve të panë, çfarë audiencë ka pas. Por si të bëri fakti ty që një nga karakteret tua ka qenë më i dashur për publikun shqiptar, edhe sot vazhdon të mbetesh, një nga artistët që vazhdon të mbetesh, ta kesh këtë dashurinë e publikut shqiptar. Kjo Arnor arrihet me shumë vite, arrihet me shumë punë, me shumë mund. Asnjëherë s'kam qenë më i preferuar i publikës, po asnjëherë nuk kam qenë më i dopt i publikut, më thonë. Jo, në absolutisht se me plot gjende, sepse një nga karakteristika. Po ndihem shumë krenar që kam qenë pjesë e skenave më të mëdha shqiptare të flas të periudhës në këto 2 dekada që unë i përkas kam qenë pjesë e kosit aktorëve ose këtyre njerëzve që janë marrë me komedi si tush, edhe që në periudhën kur kanë ekzistuar, kanë pas një shikueshmëri jashtëzakonisht më. Sigurisht më jep krenari. Unë thjesht në jetën time kam pas vetëm 2 gjëra: talentin edhe Zotin. Sepse asnjë gjë tjetër rreth vetes nuk e kam pas në diçka tjetër që mund ka ndihmu që të bëhem aktor ose të jem pjesë e këtyre gjërave. Gjithmonë mendoj që i kam fituar me zotësi, mendoj që i kam fituar me shumë punë. Sigurisht është dashur punë e jashtëzakonshme, është dashur shpeshherë mi kanë mshel edhe dyrt normalisht, po shpeshherë sa më kanë mshel një derë, kam trokit me një derë tjetër, ose më ka hap një derë tjetër. Edhe sigurisht kjo t'jep një krenari kur kthehesh edhe sheh mas gjithë këtyne vite, tash jemi gati 20 vjet kur pa u nol para kamerave, normalisht është dash punë, është dash muni, sepse kjo punë kërkon sakrificë, kërkon shumë herë, domethënë mos si lesh edhe kënaqësi vetes. Unë nuk kam qenë një djalë që në jetën time i kam dhënë shumë kënaqësi vetes.
në sensin që me shiju atë lloj famë ose me shiju atë lloj audiencë ose diçka, gjithmonë kam ul kryt një djalë i një familjes kavione, gjithmonë e uli kokën, vazhdoi tutje. Mendoj që veprat flasin më tepër për njeriu se sa duhet flas njeriu vetë për vete. Madje edhe unë me kënaqësi e pranova ftesën tim të ky emisioni yti, sepse ne njihemi edhe prej vitesh, e dim rrugtimin bashkë që kena bo. Unë komplimentoj edhe ty për shkak se ke ditë ta menaxhosh gjithë të pjesë, ti ke fillu si një bukuroshe, si një mes, po ka qenë zotësia jote ajo që të ka sjell deri këtu. E njëjta gjë ka qenë edhe tek unë si kom thonë kur vetet në si, po kom vazhdu, kom punu, kom ul kokën, i kom mirë prej duart trokitet, në mbështetjen e njerëzve, edhe kom vazhdu thjesht. Por ajo që unë e kom pa është sepse ndihmon edhe shumë shqiptar. Tash, çfarë do të thotë kjo ta ndihmosh dikën? Artnur është ndjenje pa përshkrueshme, sigurisht e kanë thonë shumë veta para meje, shumë njerëz që ndihmojnë, që për fat mirë na shqiptarët kemi shumë tillë, kemi shumë njerëz që kanë shpirt human që ndihmojnë. Arsyeja është që Nasradini ka thonë kush rrezuf për i darë dhe të vjen në mshes se ai ma din dhimbte. Unë vetëm kam kalu në për rrugë tilla, kam kalu me qenë vetë, kam kalu me qenë vështirë, kam kalu me qenë jetim, kam kalu me mos me pas, kam kalu çdo lloj gjoje, apo kupton që është e mundshme që mundet mi ndodh dikujt për keq, më ka ndodhur mua. Kështu që unë kam gjithçka të përjetuar edhe kam brenda trupit tim, domethënë atë ndjenjën e vujtjes ose të mos pasit ose gjithçka. Edhe tash mu Zoti ma ka dhënë këtë mundësi me ndihmu shumë njerëz për fat mirë, edhe për fat shqiptarëve diasporës që unë du t'i falenderoj shumë, miqtë e mi, shokët e mi, stafin tim, njerëz që çdo ditë më besojnë edhe çdo ditë më përkrajnë. Kur tash më ka dhënë mua ajo mundësi, si thush edhe kam atë lloj ndikimi tek komuniteti shqiptar ose tek diaspora jonë në Gjermani, tash unë çatë lloj gjoje që s'ma ka bëu mua dikush ndihmën tash e jap unë, edhe është ndjenjë shumë e mirë edhe falenderoj Zotin edhe njerëzit që çdo ditë i përkrajnë ato idetë e mia, është shumë e vërtetë që ndihmoj shumë. Çdo ditë 24/7 telefoni jam nuk nalet në gjithë Gjermaninë, sepse çush kanë njerëzit hallet këto në Kosovë që i ndihmon ti edhe shumë bamirësa, shumë njerëz që ndihmojnë. Njëtat halli kanë edhe ata atje, sepse njerëzit e lojnë ventilindin e tyre për një jetë më të mirë dhe kur vinë atje, normalisht me një vend huj, ballafaqohesh që nuk e din gjuhën, nuk njeh njerëz, e fillon gjithçka prej zerrës, ki nevojë për ndihmë financiare, domethënë ki nevojë për punë, edhe unë duke pas njëftësit me gjithë biznesin shqiptar në Gjermani, duke pas njëftësi me krejt firmat shqiptare, po thuj se 90% firmave në Gjermani mune me ndodhë që ose ata kanë kontakt mu, ose unë kam kontakt me ta, ose kam lidhje në një formë apo formë tjetër, atëherë këtë shërbim e kryj atje, çdo ditë marrë 10 telefonata me ndihmu njerëzit me punë, kryesisht i ndihmoj njerëzit përmes punës, se nëse do me ndihmu një njeri shumë, gjoj një vend pune, sepse duke ja gjetë një vend pune, ai ka me fitu me rrit atë lloj gjoje që ai e fiton, edhe ka mundi edhe ai mirë, edhe ti ki mundi mirë, sepse jep mundësi e pasaj një familje të zhvillohet, sepse vetëm njerëzit duhet me kuptu që vetëm përmes punës më rrihet gjithçka, vetëm përmes punës na arrim me i arrit qëllimet e tona. Kështu që çdo ditë ndihmoj në Gjermani, çdo ditë përkraj njerëz, çdo ditë ka raste nga më të ndryshme, sepse njerëzit mundën me menu qysh në Gjermani ka problem, po edhe atje ka problem, sepse edhe atje ki jetë, sepse kur kush nuk pret me buqet me lule, ndoshta këtu e ki një tafër, me ki një dikon, e ki diçka, kurse atje je vetë. E unë krejt ato që nuk i kom pas vetë, ose që nuk më kanë ndihmu askush, tash unë mundona me që kam atë ndikim ndoshta tek njerëzit, ose me që njerëzit mund drejtohen edhe më besojnë, atëherë unë mundona me bo tek njerëzit e tjerë, sigurisht është ndjenja më mirë, i falenderoj gjithë bashkëdhëtarë sepse kanë një shpirt vërtet human, kanë një shpirt të jashtëzakonshëm, sepse diaspora shumë herë për fat keq është trajtu keq, është trajtu vetëm si shfrytëzim, po asnjëherë si vlerë. Kështu që unë mendoj që na kena shumë vlerë në diasporë, dhe këtë lloj vlere thjesht duhet me menaxhu, mos me e keq përdor. Unë
Po të njëjtën gjë unë nuk I keq përdori sepse unë jetoj me ta, punoj me ta, ata më mbështesin, unë I mbështes ata. Dhe nuk I shoh si formë shfrytëzimi, por I shoh si formë jetese, si formë bashkëpunimi, edhe qysh na mundemi me përkra njëri tjetrin sa më tepër. Përmende që ka raste të shumta të bamirësisë mirë, po gjatë jetës tënde atë kujtohet ndonjë rast ndoshta që të ka ngel në mendje, që ke pas me ditë tona që ke thonë si t'ja bëj zgjidhjen hallin. E kom pas një moment vërtet shumë të vështirë që e kom përjetu në Gjermani sot për kësaj ndihmes, një moment që realisht edhe sot e kësaj dite edhe më emocionon, edhe më prek. Më merr vllai im telefon, isha zgjuar prej gjumit, isha ofër shtetit Çekisane mes Nürnbergit, Regensburgit, e kisha një periudhë që kom jetu atje afër. Isha në Marktrevicu, tërë ke qyteti, atje ku kom jetu I qytetëve vogël, edhe zgjohem mëngjes orë edhe më merr vllai në telefon, isha tu e pi kafe një ditë normale, jamja tu bu planet, ka kom me xhiru, ka kom me shku, edhe merr vllai jam në telefon, qëndrimi, jeton në München, edhe merr vllai në telefon e më thot, "Kresh, çka po bën?" Thash, "Valloj, sa u qova." Atë më thash, "Tu pi kafe", tha. Krishnik tha erdhën do, tha këtu, tha te veni ku punoj unë, tha edhe I kam mbledhin pare. Edhe tha të lutem a kishe mujt, tha me ndihmu diçka ose me bë diçka. Thash për çka kam mbledhin pare? Tha kam mbledhin pare, tha si një djalë jetim, një djalë dëshmori, tha ka vdek me një liçen në Gjermani dhe trupi I tij kish 9 ditë në morg. 9 ditë trupi I tij në morg dhe nuk kishin pas mundësi dikush me siguru ato tollat që I kërkoi ky spitali që me marr trupin dhe mi bu pagesat e autopsisë këtu çka ishin bë, sepse ai djali si duket kishin në zezë në Gjermani të punu edhe ai ka qenë një prej momenteve të mia më që e kom përjetu shumë rënd që imagjina mos ju ka uroj kukuj 9 ditë duke qajt nonat e shtëpia në Kosovë dhe pa e pas nështë gjenazën e tij me e qajt ose me e vërros. E ashtë më tepër një djalë dëshmori një jetim. Edhe ky ka qenë një prej momenteve të mia më të vështira që unë e kom përjetu edhe kur është bo 2-3 minuta ajo veç ka qenë problemi zgjidhën, po kjo ka qenë një prej momenteve të mia që e kom përjetu shumë keq, më ka mërzit shumë. Edhe këto e kujtoj si një prej rase më të këqija, imagjino një djalë I ri, 22-23 vjeçar, jetim me një nënt vetëm në Kosovë dhe me jetë trupi, edhe pse ka vdek, me jetë trupi 9 ditë në morg të Münhenit. Për mu ka qenë një prej ngjarjeve që më ka shoku, edhe kur është bu 3 minuta sigurisht ajo është zgjedh shumë, është zgjedh gjithçka, po kjo është një prej momenteve si thu që më ka dëpsu, nuk ja di kënë e ka familje, nuk du t'i paragjykoj familjarët, por ky ka qenë një prej momenteve që më ka shoku në jetën time për gjithë të kohë që kom pas atje, sa kom qenë në Gjermani, dhe këtë do metet një prej kujtimeve të mia më të këqija që ekziston, unë ju shpreh ngushëllime familjarëve dhe sot e kësaj dite, më vjen keq për ata tafërt që mund t'i kesh pas ai djalë, sepse me jetë një djalë në mark për 3-4.000 euro ose 5.000 euro, kupton, ajo është nuk e di, ka qenë një ngjarje e jashtëzakonshme kjo që më ka ndodhur në Gjermani, do thotë ka edhe raste të tilla që njerëzit nuk e dinë, po ka edhe njerëz që kanë lloj-lloj problemesh të ndryshme çdo ditë, ka familje që mbesin në rrugë, ka momente që familje që jesin pa shtëpi, jesin pa banesë, e pa të rastin para një jave, një familje, domethënë e Kosovës nuk du t'i jap zonën sepse s'du ta flas për asnjë lloj zone ose parazikohen, po ta një rast javën e kaluar merr telefon edhe më thot dikush në telefon një zonë, thot Kresh, thot ti edhe Zotin animani, thash jo më ajo zgjidhet, tha jena në rrugë, jena pa familje, domethënë jena pa shtëpi, jena me gru, me fëmijë, nuk e di ku shkoj, edhe tha jena edhe pa punë, ma e keqja, dhe për 15 minuta është sjell. Ai rast janë bo mbi 40 telefonata njerëz nga ajo zonë që ishin, më morën telefon, ma konfirmuan që Krishnik
ja u gjetëm punën, ja u gjetëm shtëpinë, ja u gjetëm gjithë shka edhe. Çdo ditë e bëj një gjatë tillë, e bëj me krenari, e bëj sepse kam mundësi, e bëj që Zoti ma ka jap këtë mundësi, ma ka jap edhe besimin e njerëzve. Kështu që thjesht përpos punës time obligimet mia sepse unë jam njeri edhe unë kam familje, kam njerëz, kam staf, punë, që çdo ditë edhe unë jetoj atje me ato obligime. Mundona që edhe këtë pjesë sa më shumë hapnora me ju ndihmu njerëzve. Ne sot do të jemi së bashku në Deçan, në fshatin Strelc, për ta ndihmuar dhe shpresoj që misioni tonë të bashkohen edhe shumë shqiptarë, sepse një familje ka shumë nevojë, edhe kur bisedova me zonën në fjalë, tha Krishniku ka qenë dhe më ka ndihmu. Ajo që më bani përshtyp se i thash do të vi me Krishnikun së bashku, tha po, tha ka qenë shtëpinë time, tha më ka ndihmu, kështu që sot së bashku do ta vizitojmë këtë familje në Strelc dhe shpresojmë që zgjidhet gjithë problemi i tyre dhe gjithë shqiptarët të na bashkohen. Ky mision që kemë marrë ti normalisht është shumë i vështirë. Është shumë e vështirë sepse edhe emocionalisht do prekesh, do qash, do qeshesh, do dëgjosh histori që do të preken shumë, po unë i them gjithë atyre shikuesve tu dhe gjithë atyre të përkrahin ty, sepse tu të përkrah ty edhe të përkrah këtë emision. Ata kanë mi përkrah edhe ata, sepse unë e njoh natyrën tonë njerëzore, e njoh humanitetin tonë si njeri që je, dhe i los gjithë ata njerëz që kanë mundësi, qoftë s'ka rëndësia përmes te apo përmes një forme tjetër, le ta bojnë këtë lloj ndihme, le të ndihmojnë sa më shumë, sepse sa më shumë që jep aq më shumë merr, sepse Zoti me një formë ose formë tjetër çdo gjë që ti jep ka me ta kthy. Kështu që unë me kënaqësi të kom përgjigj kësaj as më tepër kur e di natyrën e misionit, më bëhet qefi që shkojmë në Dugaqin, më bëhet qefi që shkojmë në Strelc, më bëhet qefi që shkojmë në Deçan, me një komunë që unë edhe rolin e luaj Tigri Deçanit. Kështu që më bëhet qefi që kjo familje e vlerëson ndoshta ndihmën time, po në tjetër kohë ndihem keq që pse akoma ajo familje ndoshta nuk i ka mundësi. Këtu ju bëj thirrje edhe institucioneve, ju bëj thirrje edhe gjithë njerëzve që kanë mundësi me dhonë që sa më shumë të ndihmojmë këto familje, sepse duke ndihmuar ata kena me ndihmu veten, kena me pas ndihmën e Zotit, po edhe shpirtërisht kena më ndje më mirë, sepse njeriu kur jep ka një ndjesi që vetëm ata që i japin e din. Kështu që me kënaqësi do shkojmë, i bëj lutje unë, Krishnik Ibrahimi, ju bëj lutje gjithë shikuesve tu, gjithë atyre që shohin, gjithë atyre biznesmenve që kanë mundësi, gjithë atyre që ndoshta pak nga kapitali tyne, nga të mirat që ja u ka jep i Madhi Zot, t'i shpërndajnë, t'i japin edhe sa më shumë bojnë mirë. Po, faleminderit. Mendoj që pak nga të gjithë bëhet shumë për dikant, kështu që shpresojmë që të bëhet më e mira për këtë familje dhe para se të fillojmë gatimin, sepse ne vizgatojmë këto për këtë familje sot, dua ta mbyll me një mesazh nga te për gjithë trejat që ndrojnë të bëhen një ditë si te, dhe qëndroni me ne, sepse pas pak ne do të vazhdojmë për në fshatin Strelc në Deçan. Për gjithë të treja, thjesht vazhdoni ëndrrin e juaj, edhe nëse krejt thonë që kjo çka e ka ndronën është budallakin më i madh, duhet që atë budallakin tonë, respektoje që atë budallakin tonë, që atë idenë tonë, sepse që ajo është originaliteti që ti ki mrena vetes, që ajo është ajo që ka ty ka me qu për para. Beson ato, po në shumë, rruga ka me qenë e vështirë, po jo e po mreqme. Kur ja ka mri Krishnikun një djalë, pe i Lloqit të Jabllanicës, me dol jetim edhe mi prejk skenat më të mëdha shqiptare, edhe me lujt për këta artistëve më të mëdhenj shqiptar, edhe këta mundën. Kështu që veç suksesi i uroj. Krishnik, faleminderit dhe ne takohemi pas pak shihemi. Qëndroni me ne. Shqit që paralajmërova me herët, tani sapo arritëm në fshatin Strelc, këtu pranë zonjës Gjyle Pajaziti, dhe së bashku me mua se gjithmonë pjesë e misionit tonë është edhe Endrit Jonuza. Endrit, faleminderit. Faleminderit ju, mirë s'keni ardhur. Edhe së bashku me Krishnik Ibrahimin, jemi mundu të paktën që zoni jonë të ndëgjohet kudo ku ka shqiptar, edhe ta përçoj mesazhin tuaj sa më shumë tek shqiptar, sidomos tek
pjesa e Deçanit. Faleminderit shumë të juve se keni pas kohë më marrë me këtu. Qysh po kaloni, qysh janë kushtet e juaja këtu? Po e mosh shumë. Sem një dhomë se 5 gjë. Po tash këtë po lyp njarë që u thomë, ves dhe kënë stërhen për së fëmima. Ora, shpresoj që... Por e falemderoj më shumë të ndret janë në muzej, këmë ka përkru shumë. Nuk di që shak efektive se Allahi me të njëre e këthejt. Tamin inshallah, min... Kjo më në mas shumë të në komune dhe qanë të akëm posë më përkralu e shumë. Endrit, cili është mesazhet? Unë besoj që gjyla ka e boj me bështetë së më shumë që tash mja doni mundësi me usë të mu dikun më mirë. Se me dërtet është të jetu në vamë shumë të kesë, edhe besoj që komunat Deçanit edhe ata tjerë se shojnë me ju përgjith të kur me një mu mi dhonë shteti kësaj pune edhe mi dhonë një kaje tjetër pa njerët biznesmenë edhe këtu në këtë fshat besoj që dikush është dashtë me ju përgjith kësaj pune as kjo nuk e ka të letë këtu Jo, Allah. që sa vjetë viju në këtu me kërkrasë shumë festav edhe pësar që me dhënëcia vi e kom pa që nuk e ka të letë tash u ambientu këndan kjo edhe e ka shumë shtirë se vedin kohë ka e tu më jesë, besoj po pos edhe më zorë se këtu. Shumë. Edhe pse këtu është me kushtë shumë shtira. Besoj që kena me botë pa mundur Faleminderit. përmes këtij emisioni, përmes kësaj thirrje që ja drejtojmë gjithë Deçanit edhe që ja drejtojmë gjithë diasporës Deçanit. Me emrin e Zotit besoj që ka më bua edhe zgjidhje për këtë punë, sepse ka shumë njerëz që kanë vullnet mirë për me ndihmu, Allah e shoh. edhe besoj që shumë shpejt ka më zgjidhje edhe kjo, Endriti dhe Albnura kanë butë pa mundurën deri këtu, mund momentin ku kanë tregu ka marrë me shumë kënaqësi, por besoj që edhe mbështetjen time do e kesh që sa më shpejt edhe mu rregullu edhe me mundësi tjera qysh sa më shpejt me të ratu, se jam pak edhe i emocionum, po me emrin e Zotit kena mundu me zgjidh këtë punë. Endriti veç ka siguru një pjesë mobileve për ty deri tani, ne kemi siguru do gjëra ushqimore, paktën një pjesë me ta lehtësu jetës, edhe shpresojmë kresh ne kishim kalu edhe brenda ne me pa edhe gjendjen reale. Dashën vllazën, dashën Deçanli, djemt Strelcit, unë e di që Strelci ka pas gjithmonë burra, ka pas gjithmonë njerëz me zemër të madhe, ka djemt furt, anë mon Evropës, ka djemt Deçanit, e Dugagjinit që janë anë mon Evropës, biznesmen, edhe di që kanë një zemër shumë të madhe ndaj, më lejoni që t'ju bëj një thirrje gjithë juve, kudo që jeni ka shihni këtë emision, kudo që jeni tu e po Gjylen me këta e Vlad, ju lutna kush ka mundësi me ndihmu Gjyles, krejt që ka i duhet është një plon tokë, një pak tokë, ku ka mundësi me e bosh një shtëpi të vogël, nda ju lutna gjithë juve që e përshikoni këtë video, kudo që jeni në përbot, kudo që jeni në diaspor, që ta ndihmojmë Gjylen me këta e Vlad që t'japim pak, t'i japim një shpresë, t'i japim një mundësi edhe kësoj, edhe këtyne e Vladve, edhe kësoj njerit që ka nevojë më shumë se kur për krejt Deçanin, ka nevojë për krejt diasporën, ka nevojë për gjithë ata njerë që sado kudo kanë shpirt edhe kanë zemër edhe kanë rahmet halon shpirtin e vet. Albnur më duket ja kanë siguru komunja i ka premtu. Atë ka premtu për shtëpia? Komuna më ka thonë vetëm gjoje tokën ti, se ne të nimoj me parë, me pli. Tokën unë e kom gjetë që to, për të qëtën e shtëpia, i kom gjetë 12 vetare, po shtrajt. Nuk i kom pas kushtet. Edhe më ka thonë nëse ki mundësi bleje, edhe në ti qesin pak, po nuk po moj. Se fëmija vëgjel, në puni jo,
I sociale marrë edhe ato që kam me bo marrë për para, mu më ka nimu e ndriti, më ka nimu shumë tjerë, për mas shumë të ndriti. Ato e falemderoj shumë, a mu kom pas shpresë edhe në komune shumë, po Ju po shihni se që është gjendja, ju po shihni kushtet, na unë besoj që ka djemë që ndoshta i kanë mundësit, ka biznesmenat të deqanit qoftë edhe në diasporë, besoj që kanë me të bashkangjit edhe kanë me të ndimu të kjo pjesë. Besoj që me emën Zotit edhe mas këtij emisionit kena me bot gjithë pamundshme që me të asiguru edhe një pjesë tokës, po edhe pjesën tjetër çka ka met. Mbështetjen tonë kime e pas. Faleminderit gjithë atyre që kanë kontribu, faleminderit kryetarit deqanit Zotit Ramosaj, faleminderit gjithë atyre, faleminderit Ndritit, faleminderit ty, shumë faleminderit edhe shumë faleminderit edhe ju shikuesve. Ju lutem shpërndajeni këtë video, ju ftoj që ta shpërndani tek çdo njeri që besoni që ka hala shpirt human, që besoni që ka djem që janë me shpirt human. Unë sot prej Strelçit ju bëj thirrje gjithë deçanlive që e di që janë djem të fortë, që janë di që e kanë djem me zemër të madhe, që ta ndihmojmë gjylen. E tash që duni me liru këtu, e? Po, ka dy me liru, tash ka me majtën me fëmijët faqel. Po kam edhe fjallë edhe zhurëm edhe tane. Po shtresohen edhe fëmija. Ku më shojnë që ashtu. Vetëm për hirë të fëmijëve jam dalë sot. Shpresoj që të bëhet më e mira për ty edhe për të paktën për këta fëmijë. Inshallah, shumë faleminderit. Ne u mundu me bo thirrjen tonë edhe shpresoj që mesazhet tonë mbas fjalëve të Kreshnikut, unë nuk kam çam shtu, ma shpresoj që krejt shqiptarë po na ndjekin edhe kanë ju bashku. Inshallah. Misionit tonë që e kemi nisë, bashkë me Kreshnikun, me Ndritin. Besoj që ka në diasporë shumë njerëz deqanit që kanë zemër të madhe sepse kanë ditë me e tregu veten gjithmonë, e besoj që edhe në rastin e Gjyles jam i bindur që shumë shpejt bashkëdhëtarët ose njerëz kudo që janë në botë kanë mi dalë ndihmë Gjyles që ta përkrohin edhe ta mbështetin këtë njeri. Shumë faleminderit juve, shumë. Lutna se sa ma shpejt më bo kjo zgjidhje se nuk më mo. Veç për një shtu në fëmijë jem dalë, së është hera dytë që më ka dalë. Shumë faleminderit që jeni ardhur. Inshallah, sa ma shpejt bëhet i rrugëzgjidhje, se nuk më i tërrej më. Amin. Zi tjetër fjallë shka ma thonë. Atëherë, nga Strelci po ju lem me kaq, shpresoj që misionit tonë kanë ju bashku shumë shqiptarë,